Ma bëni halal edhe njerë. Edhe njerë do ma bëni halal, a? Okej. Dëgjoj, jam shumë e sigurt që do t'ju pëlqej. Më besoni. Edhe nuk jam vetëm e sigurt që do t'ju pëlqej, por jam e sigurt që nuk do t'a gjeni fare, po fare nga kush vjen kjo surprizë. E ve madje me bast me ju, nëse ma gjen dikush se nga kush është kjo surprizë, pas kemi dhe Krushit. Mirë se na keni erdhur në dasëm, mirë se na keni erdhur. Dhe Andri që nga wow, një yll i vërtet. E gjen dot ndonjëri kush më ka sjell këterë? E gjen dot? E gjeni? Kush hala? Kush? Nena, gjeje nena. Nuk e gjeni dot sa do të mundoheni, nda ju thasheve me bas me sa të doni se jam e sigur që mos e gjeni ju? Do t'ju jap, ja ve me basë do t'ju jap, se nuk, e di që nuk do t'a gjeni. E di pse, se dhe unë që dita kur ma kërkuan këtë surprizë. Nuk kam bërë asnjëherë surprizë të kësaj natyre. Nuk kam bërë asnjëherë një surprizë të kësaj natyre. Mos ma gjen ti dhëndër kush më solli mua këtu? Jo. Okej, më ndihmon pak me kutinë atëherë para se t'ja jap nuses? Faleminderit shumë. Që ta dini ju, mua këtu më solli familja e Dhëndrit të kësaj dasme, familja e Sebit, gjithë familja e Sebit kërkuan të isha pjesë e këtij momenti, sepse kanë disa fjalë për t'i thënë nuses edhe familjes tënde e dashur, ndaj le të vide njërë babi, gjyshja, kush janë më të shtrenjtët e tu, sepse do t'ju drejtohem me disa fjalë shumë të bukura, të cilat mi shkruan familjarët e Dhëndrit. Dëgjo pak babi çfarë ju thonë. E dashur Florina, në këtë ditë të shënuar, kur zemrat tuaja bashkohen në një rukëtim të përjetshëm, ne, familja e Sebit, duam të të urojmë mirëseardhjen më të përzemërt në shtëpinë edhe në jetën tonë. Sot ne nuk fitojmë vetëm një nuse, por një bie të re që e kemi pritur me zemër të hapur edhe me plot dashuri. Jemi krenar edhe të lumtur që Sebi ka gjetur tek ti dashurin, besimin edhe mbështetjen që çdo prind e ndëron për fëmijën e vet. Ti je një vajzë mrekullueshme edhe tashmë je bërë pjesë e pandashme e familjes tonë. Gjithashtu, duam të shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për familjen tuaj të dashur, për rritjen, edukimin edhe vlerat që i keni dhënë Florinës. Vlera që tashmë ajo i sjell me vete si një pasuri të çmuar në familjen tonë. Një falënderim të veçantë ju drejtojmë sot të gjithë të pranishmëve që me pjesëmarrjen dhe dashurinë e tyre e bëjnë të dasmë edhe më të bukur, edhe më domethënëse, edhe të paruar për të gjithë ne. Urime nga zemra për jetë gjatë të lumtur, plot gëzime, lumturi, mirëkuptim dhe dashuri, me trashëgime edhe jetë të lumtur për gëzime nga familja e Sebit. Nuk kam mirëseardhje më të bukur se sa ky moment, absolutisht, të presin jo vetëm me krah hapur, por me zemrën hapur mbi të gjitha. Ruaje si një kujtim të bukur fjalët e tyre se ishin edhe kur të keni ndonjë moment që mund të zireni ndonjëherë, tregoja. Thuaj, shiko ç'keni menduar për mua. Jepja nuses, një kuti të bukur me trëndafila, një zemër me trëndafila roz që mban logon with love, me dashuri të dhuron Sebi, të dhuron zemrën e vet. Jepja Sebi së bashku me një puthje. Bravo! Ishte bukur. U knaqe. Në çfarë familje po hyn, në çfarë familje, jeni plotësisht të sigurt. Faleminderit shumë të gjithëve ju aty, faleminderit Krush të nderuar që më bët pjesë të këtij momenti. Ju puth të gjithëve.